Devotshmëria ndaj Allahut është më i miri depozit, sepse për të devotshmit tek Allahu ka çdo mirësi. Kush i ka 3 gjëra, është i lumtur realisht. Falënderimi për begatit, durimi ndaj sprovave dhe kërkimi faljes për mëkatet. Ibn Kaimi. Allahu i mëshiroft ka thënë: kur njeriu falënderon Allahun për begatitë e tij, bën durim në fatkeqësi. Kur bën mëkat, kërkon falje nga Allahu. Atëherë këta 3 çështje janë titulli i kënaqësisë së robit, shenjë shpëtimit të tij në dunja dhe në ahiret. Prandaj, nga këto të mos shmanget robi kur dhe asnjëherë. Njeriu ka 2 mundësi, njërin që ka të bëjë me dijen teorike, dhe tjetrën është që praktikimi i vullnetshëm. Lumturia e njeriu qëndron pikërisht në plotësimin dhe përsosmërinë e këtyre 2 mundësive, dijen dhe praktikën. Mundësia e dijes përsoset duke njohur Krijuesin, Zotin e gjithësisë, emrat dhe cilësitë e tij, rrugën që të çon për tek ai, shkarjet që të largojnë prej tij. Po ashtu njeriu duhet të njohë vetveten me dobësitë dhe kambimet që ka. Me anë të këtyre 5 njohurive, arrihet përsosmëria e mundësive së dijes dhe njerëzit më të ditur janë ata që më së miri i njohin këto gjëra dhe i kuptojnë ato. Mundësia e praktikës dhe vullnetit nuk mund të përsoset vetëm se duke vënë në jetë detyrimet që njeriu ka ndaj Zotit, me vërtetësi, sinqeritet, përkushtim, ndrojtje dhe duke pranuar që nuk ja ka dhënë krijuesit e tij hakun që i takon dhe meriton. Njeriu duhet ta pranojë se nuk mund t'i përsos këto 2 mundësi, përveç se mendimin e Allahut ai ka nevojë së tepërmi që të udhëzohet në udhën